Data 21 mars është dita ndërkombëtare e sindromës Down, trisomia 21, apo e quajtur ndryshe sëmundja e bukur. Për këtë qëllim, Drejtoria e Shërbimeve Sociale Vlorë, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Publik Vlorë, Drejtoria Arsimore Vlorë dhe Qendra Rinore Vlorë përfshihen në një aktivitet të përbashkët. Ky aktivitet u zhvillua në mjediset e shkollës për nxënësit me prapambetje të lehtë të mendore Vlorë në pranitë të nxënësve, mësuesve dhe prindërve të tyre. E konsideruar si një ditë me shumë ngjyra për këta fëmijë, ashtu ishte krijuar dhe atmosfera dhe veshja e tyre. Në fjalën e saj, drejtoria e Drejtorisë Arsimore Vlorë Albana Hodaj theksoi faktin se kjo ditë na kujton se jemi të gjithë të ndryshëm, por dhe të gjithë të barabartë. Në këtë ditë veçantë dhe kaq të bukur për këta fëmijë të mrekullueshëm, të jem pranë tyre në emocionet që përcjellin buzëqeshjet e tyre. Bota është e madhe, me fëmijë, me njerëz sa të ndryshëm, aq dhe të barabartë. Dhe në emër të këtyre të drejtave, të këtyre fëmijëve, në emër të Drejtorisë Arsimore, doja të jepja një sensibilizim për mbar shoqërinë, në radhë parë për institucionin arsimor, që arsimon këta fëmijë, edukon dhe përkujdeset për ta, të jetë i përkushtuar në këtë mision dhe mbi çdo gjë t'u jap dashuri në punën e përditshme. Këtyre fëmijëve, këta duhet një ditë shumë të afërt, duhet ta lënë këtë institucion dhe të integrohen në institucionet e arsimit parauniversitar të qarkut Vlorës. Pra, në institucionet tona normale. Ne jemi që këta fëmijë shumë shpejt jenë pjesë e këtyre institucioneve. Atëherë kemi bërë mirë punën tonë. Sa i takon gjithë të tjerëve, unë do të thosha që si njerëz, si prindër, si qytetar, sa më shumë ditë lumtura të udhërojmë këtyre fëmijëve, sa më shumë festa, sa më shumë gëzim dhe buzëqeshje. Janë fëmijët tanë, janë të mrekullueshëm. Ndërsa Andi Boçova, e Qendrës Rinore Vlorë, tha se këta fëmijë kanë shumë ëndra të cilat në pamje të parë duken të vështira për të realizuar, por janë të prekshme me një ndihmë të vogël. Ndërsa drejtuesja e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale Vlorë, Ines Tasa, theksoi se sot duhet të punojmë më shumë në ndihmë të këtyre fëmijëve dhe duhet të luftojmë të gjithë kundër diskriminimeve të gjitha ngjyrave. Jam shumë me shpirt dhe zemër e dhëm pas kauzave, jam kot kam veshur 2 duart e mia me ngjyra me çorape të ndryshme. Jam shumë e dhënë me shpirt pas këtyre fëmijëve të mrekullueshëm. Unë në fakt jam rritur si çdo fëmijë tjetër, kam patur drejtat e mia. Nuk kam qenë e diskriminuar dhe prandaj duaj që të gjithë fëmijët e kësaj bote të kenë një fëmijëri të bukur, të kenë një fëmijëri të përkushtuar, të kenë mësues shumë të mirë, edukatorë që t'japin modele pozitive. Jo më kot sot jemi të gjithë bashkë, sepse të gjithë ne në fakt kontribuojmë për një shoqëri të mirë ose të keqe. Gjithë ne bashkë jemi fajtorë në të gjitha gjërat që ndodhin sot në fenomenet negative, por në fakt duhet folur, duhet menduar më shumë që të jemi kontribues, modele pozitive më shumë dhe në fakt qojmë në një shoqëri më të emancipuar, sepse shoqëri e emancipuar nuk do të thotë 2 pallate të bukura më shumë në qytet, do të thotë nëse tek këta fëmijë ne sillim buzëqeshje, nëse tek këta edukatorë sillim kushte më të mira në shkollat e tyre, dhe nëse ne në fakt mbështesim njëri tjetrin në çdo hap pozitiv që hedhim për shoqërinë.